gjithë rinja ka ikur. Tani kemi ngelur neve pensionistat, mund të ketë edhe 5 ose 10% të rinj, të cilët miren më shumë, se aty edhe mund të nxjerrin ditën që mund të jetojnë peshkimin. Peshkim. Vetëm njerëzit që miren me peshkim janë këtu, edhe ndonjë që miret me tregti. Si mendon, cili është halli më i madh i nartës tani? Halli më i madh i nartës sot për sot është shkatërimi plotësisht i malit të nartës. Jetonin vetëm me djersën e ballit. Narta nuk e njëshe vjedhja. Shtëpitë tona ishin të gjitha të hapura atëherë. Tani kemi probleme të tjera. Tani kryesisht mbaheni nga djemt që janë mbahemi vetëm me migracionin. Këtë i s'punon më njëri? Jo. Ja, unë jam vetëm nga familja ime. Kam 3 djemt, të 3 i kam jashtë shtetit. Që më dërgojnë ata doa unë, nëse me 60 leka që marë 6.000 leka që marë unë në muaj, nuk mund jetoj dhe. Kështu që jetoj kryesisht vetëm me tarët e fëmijëve të mi. Do me, sa ka qenë fshati dhe sa ka mbetur? Neve kemi qenë 5.000, kështu. 5.000 frim. Tani mund të jem një 1.000 ca, mund të jem, që në 1.000. Pa të ardhurit? Jo, që jemi këtu. Tani, djemë tamë punojnë në ndë. Pronat i kemi këtu, shtëpit i kemi këtu. Nuk mund të vemi në mbazjeme. Se kemi mundësi të braktisë shtëpitur në të braktisë trojët që kam, e të vetëm për djali. Unë me plakë jam në shtëpi vetëm, s'kam njeri tjetër. Qarë do shikoj unë? Vetëm suratën e plakës? Unë nuk e kam shpirtit e këniprit e mi, e të këtjet e mi, nuk e kam të plaka mu. Por nuk mundem do që të vetë atje të arë në kurisë të fëmive, kurse këtu ruaj dhe shtëpit, bëj dhe një hije aty të pronat, vetëm për këtë në këtë. Me ato që keni punuar për parë, për zemë peshkim, vresht, Kjo vetëm është e keqe. Të tjerët i kemë në rregull si gjithë Shqipëria dhe ne. Nuk kemi ankesa për drita, për ujë. Ako Gjaxho me ta këmë e kanë grënë gopin e sëtë bo të rofshango peshe parido ade rako ade me ta këmë janë dita doa Gopi në satëve, E keqja që ndodh tani është se neve kërkojnë të na heqin edhe emrin e fshatit. Vemi për të marrë një certifikat, për të nxjerrë një pasaport, këta na shënojnë vlor, kurse neve që përpara
Fshati Nartës është nartë, dhe në artë një vetë nartë, me liqenin e Nartës, me manastirin e Nartës, me të gjitha. Pse bëhet kjo, neve nuk e kuptojmë. Për këtë protestojmë dhe kërkojmë të në shënohet nartë. Cili vim? Po na vjen dëgjoj. Mund të rikthehen prapa të Dëgjoj. Ne po zim. Kushtë mbuj gjepat. Po mirë, shiko, Ta fillojmë qina 90-ta, kjo për demokracia. Kemi 12 vjetë, neve, jo vetëm Vlora, si nuk kanë ndihmuar gjë, asë qendra, që s'na kanë dhenë asë një dim të bërë, vetëm na prishit, nuk e dim se nga vjen kjo. Që e prishin? Ja, të themun se prishit. Neve kemi pasur 2 kilometra rrugë asfalt, na pus me zini deri në fshatin tonë. E kishin nga diktatura, këtë na e prishin Vlora. Pse? Të gjithë mbeturinat e Vlorës ka dhënë urdhër kryetari i Komitetit Ekzekutiv Niko Veizi të lidhen këtu në këtë 2 kilometra. Mi do idhen, a i justifikon, me që do bëjnë apartament atje, ta mbulojnë do me thënë, ta bje një shesh. Po të bëjnë një buldizer që të shoshojnë. Ata idhen dhe kanë 2 vjetë, po mbeten aty. U prishe gjithë rruga asfaltit, që na kishë mbetur gjatë jere. Neve po na prishin ngjolin. Vlora ka pasur që në kohën Italis një hidrovor Andea që je ujrat e zeza. Kurse tani atje nuk shkojnë, i është hapur dhe ujrat e zeza vinë në ngjolin e Nartës, në kënetin e Nartës. Dhe po elmohet peshku. 2. Elmohet se po të shkojnë fikalet vit për vit atje, do elmohet peshku. E kemi për problem, as njeri s'na ka digjuar. Narta, qysh në kohën e Zogut, ka patur lidhje transporti me qytetin e Vlorës për arsyet ekonomike. Kemi pasur trami, thoshim neve, me degovill të vogël, që shkonim, kemi pasur karoca që shkonim. Që ku qiro Shqipëria, ne na jebi autobuzi, që në 50-ën, kemi 50 vjetë autobuzi, që po punon, nga Vlora deri në Nartë. Kurse tani do na del një kryetar bashkie, që quhet Niko Veizi, dhe arsyeja ka ardhur pse fshati ngriti zërin për të mos hedhur mbeturinat këtu, dhe kur e plaku u zu me atë, ai për kapriço heq një autobus 50 vjeçar fshat. Legjitim. Mas e regulojnë ata të mëdhenjë të ndeja, ajnë kokat njeri me tjenë, nuk shikojnë Greqinë, nuk shikojnë Italinë, nuk shikojnë që si bëhet në parlament, të bëjnë dhe ata. Kanë makare, a je populli, taksa, me vitura, kanë në dorë të bajnë njerëzit që të dojë shtu, po mendo dhe për popullin pak. Jo për vetën e tyre, shkojnë atje në parlament vetëm, diskutojnë për vetën e tyre. Por e këtë gjë që bënë, pse e bënë? E bënë për të mirën e popullit apo jo? Çdo gjë që është në dëm të popullit, çfarë diskuton kot? Ti popullit e ka thënë.
kemi 10 vjetë, po këto e që i shkreti popull. Mbaroj filmi, pa këthe shte nga Sakatës. Ne jemi 100 Sakatë këtu. Pse s'ka Sakatë në parlament? O, t'i gjoku, o, mi! Sakatë, pse s'ka në parlament Sakatë? Pse s'ka Sakatë në parlament? Do t'a dik! Sakatë, do të dhije këmu, do t'a prash këmu! Neve përsonë Belanën. Të thonë më mirë ikni, edhe neve pleqi kemi betë të ikim dhe neve ndërë. Por fundimisht fshati ynë kërkon disa gjëra vetëm të vogla. Nuk duam gjëra të mëdha. Ne duam të mos të ngacmojnë ato që kishim të kemi prapë. Të kemi autobusin, të kemi qetësi dhe rend në fshat, edhe krijohet vend pune asgjë tjetër. Ne s'kërkojmë dhe gjërat. Punëtor jemi vetë, dim të ushqemi vetë, zgjasim dorën si njeriu. Por që neve në kanë, jo nuk na përkrajnë, por na denigrojnë fare. Por alën jashtë së mos jemi shqiptar. Tu të gjitha votat, ako gjagjo me ta këme, e nga dhe unë gopin e satë më. Fshati Nartës jo se nuk ka shpresë për të bërë. Fshati Nartës mund të bëhet edhe kështu si ishte. Se djemt që janë atjerë nuk mendojnë të qëndrojnë në Greqi ose në Itali. Zakonisht në Greqi, me që dhe gjua në përshtatesh, shumica janë në Greqi. Të gjithë pretendojnë më vonë që të vinë këtu. Kur ata të kenë mundësinë që diçka të bëjnë këtu, të vinë këtu. Për të artë, si do kthehen djemë? Si thoni? Po djemë kanë qefër aman për të kësirë, të gjithë pale ja pjesën ditë për ditë. Ne mendojmë të na vijmë prapë, prandaj po bëjmë gjithë këtë sakrificë. Më kanë ardhur miq. Urdhëroni. Ja. Si jeti, mirë? Mirë faleminderit. Mirë. Juve mirë jeni? Punë si vend, shëndet. Mirë, shumë mirë. Qa djemë kene, ne? 6. Edhe 6 djemë. Po qupës keni? 4. Çupa dhe dy. Edhe qupët janë në Greqi? Tëra tje janë, një vend e kanë. Të martuar, të Martuar, me fëmijë të gjitha jeta. Ne kanë ndërmend të kthehen djemë të qupët. Se dim akoma, do kthehen apo jo Po nuk di. qëton? Çande? Edhe neve duam të kthehen ata këtu. Cili djalë jeton me juve? I madhi derisa bëri shtëpinë, ka shtëpinë e tija. I madhi ku se i vogëli. Djali pleqërisë. Panajoti. Panajoti. E ka dhomën këto, e ka? I ka ja, gjithë shtëpi e tij. Ja, Panajoti do fle këtu, kur do vi, neve do flem atje. Po tani ku shklet atje? Asnjëri. Do na tregosh dhomën e djalit? Hajde. Kjo është i dhome
Lazit. Krevatin e lazit, pres ditë për ditë që të vi. Sa fëmijë ka Lazi? Di, njake. Të bukura. Mario Nikolaki. Mario Nikolaki. Po Nusja, si e ka emri Nusja? Orania. Mario Nikolaki. A të erdhen këtë verë këtu për pushim? Verën e kaluar? Ajo se. Sa vjetë kanë pardur? Ka 2 vjetë aji. 3 vjetë po. 3 vjetë s'ka. 3 vjetë. E pret? E pres dhe me aman. Ka marrë marrë? Ua, aman, më ka marrë makarën. Kur të vinta. Ako gjagjo me ta këme e kanë grënë gopin e sëpër bo të rofshan golo pesje parido ade rako ade me ta këme edhe dita doa Gopi nessa tambe, bo.